Horoskopi ditor 16 shkurt 2026 Dashi, sot komunikimi dhe reflektimi personal mund t'ju sjellin njohuri të vlefshme dhe ide të frytshme. Lidhja me të dashurit dhe momentet e qeta me vetveten mund të jenë shumë të kënaqshme. Me Merkurin që kalon në sektorin tuaj të privatësisë dhe harmonin me Jupiterin, ëndrat dhe intuita janë burimi i shkëlqyer idesh dhe frymëzimi. Mund të gjeni kënaqësi duke ndihmuar dikë ose duke ofruar mbështetje, gjë që sjell një ndjenjë mirëqenie dhe rëndësie personale. Edhe pse energjia është pozitive, një pushim i shkurtër sot do të ishte shumë i dobishëm. Është më e mençur të mblidhni informacion dhe të mos nxitoni për eksperienca të reja. Pasi hëna e re dhe eklipsi i diellit nesër mund të ndryshojnë perspektivën tuaj, duke sjellë interes të ri dhe shqetësime të papritura. Shikoni drejt vetes dhe rifilloni qartësinë mbi rrugën që po ndiqni, por vendime të mëdha lëreni për një kohë më të përshtatshme. Demi, sot është një ditë e favorshme për të mësuar gjëra të reja dhe për të udhëzuar të tjerët. Hapura juaj në komunikim sjell mundësi të reja dhe lidhje pozitive. Mesazhet inkurajuese, vlerësimet, lajmet e mira dhe komplimentet janë në qendër të vëmendjes, ndërsa harmonizimi i Merkurit me Jupiterin ju ndihmon të shihni situatat në perspektivë më të gjerë dhe të zgjidhni çështje që më parë dukeshin të vështira. Mund të frymëzoni miq dhe të afërmit ose të merrni frymëzim prej tyre. Nxënia e aftësive të reja ose një bisedë e këndshme mund të sjellë kënaqësi dhe ide të dobishme. Të komunikoni dhe të lidheni me të tjerët mund të forcojë një miqësi ose të hapë mundësi të reja. Me hënën e re dhe eklipsin e diellit nesër, është më mirë të mos nxitoni dhe të përfundoni punët e papërfunduara sot. Lëreni pas çdo gjë që ndjen të tepërt dhe reflektoni mbi ngjarjet e fundit dhe ndjenjat tuaja, për t'u përgatitur për fillime të reja dhe mundësi të freskëta. Binjakët, sot Merkuri harmonizohet me Jupiterin dhe komunikimet apo lajmet e ardhura mund të jenë të favorshme, duke ju ndihmuar të merrni vendime më të qarta dhe duke përmirësuar humorin. Ky është një moment i mirë për të sqaruar keqkuptimet të fundit ose për të qartësuar situata që mund t'ju kishin shqetësuar. Fuqia e mendimit pozitiv ju bën të shihni mundësi në çdo drejtim dhe mendja juaj është e hapur për ide dhe zgjidhje të reja. Sot mund të ndjeni kënaqësi duke ndarë diçka të veçantë që i sjell gëzim dikujt tjetër. Planet e lidhura me paratë, marrëveshjet e biznesit dhe zgjidhjen e problemeve mund të ecin mirë, ndërsa një qëndrim i drejtë, optimist dhe moral forcon reputacionin dhe pozicionin tuaj profesional. Motivimi për të arritur qëllimet tuaja dhe për të krijuar një jetë më komode është i lartë. Megjithatë, hëna është balsamike dhe nesër ndodh hëna e re eklipsi i diellit, prandaj shmangni veprimet e nxituara. Sot është një ditë për reflektim dhe për t'ju dorëzuar idesë se nuk e dini gjithçka ende, dhe kjo është krejt normale. Merrni kohën tuaj për të analizuar situatat dhe për t'u përgatitur për fillime të reja. Gaforja, sot miqësitë mund t'ju sjellin mbështetje dhe kënaqësi. Ndjeni në një humor miqësor me dikë që ka provuar besueshmërinë e tij ndaj jush më parë, dhe lidhjet e reja gjithashtu duken premtuese. Energjitë e sotme favorizojnë kompromiset, negociatat dhe ringjalljen e marrëdhënieve të vjetra. Keni një ndjesi më të fortë për argëtim dhe jeni të hapur për të mësuar dhe provuar gjëra të reja. Bisedat mund të jenë frytdhënëse dhe madje inspiruese. Megjithatë, edhe pse idetë tuaja janë të mira tani, kjo është një ditë e mirë për reflektim mbi ngjarjet e fundit dhe për të lënë pas gjërat që kanë mbaruar ciklin e tyre para eklipsit të diellit nesër. Dëgjoni intuitën tuaj mbi marrëdhëniet, por veproni mbi ato njohuri më vonë, sepse pjesa tjetër e situatës mund të bëhet më e qartë në ditët në vijim. Mund të jetë e nevojshme të rregulloni qëllimet tuaja për t'ju përshtatur ndryshimeve të brendshme të fundit. Fatmirësisht, pranimi i situatave vjen më lehtë sot dhe ndjeni një ndjesi më të fortë të vetes dhe gëzimin. Luani, sot po i kushtoni vëmendje të veçantë gjërave dhe personave që doni dhe kujdesi për ta sjellë kënaqësi. Dëshira për të kuptuar dikë të veçantë dhe për t'u lidhur me ambicjet dhe dëshirat tuaja është e fortë.
Bashkëpunimi vjen më lehtë sot dhe bisedat mund të jenë të ngrohta, të dobishme dhe frymëzuese. Është një moment i shkëlqyer për të diskutuar çështje personale apo private. Pasi harmonizimi i Merkurit me Jupiterin ju ndihmon të kapërceni sfidat të së kaluarës dhe të gjeni zgjidhje të kënaqshme. Falja dhe rregullimi i situatave të pasigurta mund të jenë në qendër të vëmendjes. Ju jeni në pozicion të mirë për të mësuar, udhëzuar dhe ndar ide, si dhe për të vendosur paqe me të kaluarën. Para eklipsit të diellit nesër, është më e mençur të shmangni fillime të reja dhe të përqendroheni tek përfundimet apo lënia pas asaj që nuk ju nevojitet më. Sot është dita ideale për të mbyllur punë të papërfunduara dhe për të çliruar tensionet. Zgjidhja e konflikteve do të jetë në fokus në javët e ardhshme, por sot është koha për të lënë pas mllëfin dhe për të gjetur qetësi. Virgjëresha, sot gjetja e interesave të përbashkëta mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar marrëdhëniet. Ndiqni bindjet dhe idetë tuaja dhe angazhimi në studime apo interesa të reja mund t'ju jap energji dhe motivim. Zhvillimi i aftësive të reja është i këndshëm dhe i dobishëm për ju sot. Aftësia për të parë gjërat nga një perspektivë më e gjerë hap dyer të reja. Feedbacku pozitiv mund të përmirësojë humorin dhe të rrisë optimizmin tuaj. Harmonizimi i Merkurit me Jupiterin ju bën të hapur ndaj ideve të reja, ndërsa të tjerët duken të gatshëm për të dëgjuar pikpamjet tuaja. Mund të gjeni mënyra të reja për të ndarë mendimet që sjellin kënaqësi dhe përfitim. Bashkëpunimi me dikë tjetër për zgjidhjen e një problemi mund të jetë veçanërisht i frytshëm sot. Para hënës së re eklipsit të diellit, është më mirë të mbani një orar të lehtë dhe të përfshiheni në aktivitete të qeta që sjellin kënaqësi. Ky cikël i ardhshëm do të ndikojë në punën dhe shëndetin tuaj, duke sjellë fillime të reja dhe energji të freskët, por sot është koha për reflektim dhe për t'u përgatitur për ndryshimet që vijnë. Peshorja, sot bisedat dhe ndërveprimet tuaja mund të jenë shumë përparimtare, duke sjellë optimizëm dhe energji pozitive. Ju i afroheni çështjeve praktike me mendim të qartë dhe qëndrim pozitiv. Ndjenja e kënaqësisë për punën dhe arritjet e vogla mund të jenë në fokus dhe në vend që të uleni mbi sukseset e arritura, kjo ndjenjë ju motivon për të ecur më tej. Jeni në gjendje të shprehni qartë qëllimet dhe synimet tuaja, si dhe të qartësoni pozicionin tuaj. Planet për të ardhmen mund të jenë të suksesshme dhe zhvillimet pozitive në punë, reputacion ose karrierë janë të mundshme. Mund të merrni lajme që ju japin drejtimin e duhur dhe frymëzim për të vepruar. Energjia sot favorizon krijimtarinë dhe ndarjen e ideve. Me hënën e re eklipsin e diellit që ndodh nesër, shpejt do të jetë koha për të bërë përmirësime në jetën tuaj që rikthejnë ekuilibrin. Sot merrni kohë për reflektim dhe për të përfunduar projektet që mund të pengojnë planet e hënës së re, duke i hapur rrugë fillimeve të reja dhe mundësive pozitive. Akrepi, sot energjit janë të favorshme për mendimet dhe idetë tuaja, fal trigjit të Merkurit me Jupiterin. Të dy planetet janë në një marrëdhënie miqësore me shenjën tuaj, duke rritur humorin dhe kreativitetin. Ju po shprehni veten në mënyrë krijuese dhe mund të shihni panoramën më të gjerë për një marrëdhënie, projekt ose synim personal. Megjithatë është më mirë të merrni kohë para vendimeve të mëdha. Sot mund të planifikoni të bëni më shumë, të mësoni më shumë ose të provoni eksperienca të reja. Mendja është e hapur dhe përmirësimet duken natyrale. Ju e kuptoni nevojën për kanale më kreative dhe për shprehje personale. Dhe sot po ecni në drejtimin e duhur. Në të njëjtën kohë, dita është gjithashtu për të shijuar zonën tuaj të rehatisë dhe për të rindërtuar forcën emocionale. Përpara eklipsit të diellit, ruani energjinë sa më shumë të mundni, ose investojeni atë në mënyrë të mençur në momentin e tanishëm. Shigjetari, sot mendja juaj drejtohet natyrshëm drejt informacionit pozitiv dhe mbështetës, duke ndihmuar lidhjet familjare ose intime të forcohen. Një qasje bujare dhe e hapur ndaj çështjeve të shtëpisë, ndarjes, financave dhe intimitetit ka shumë gjasa të jetë e suksesshme. Fal trigjit mesit të Merkurit me Jupiterin. Tendenca juaj është të fokusoheni tek skenaret optimist dhe të shpresdhënës. Gjërat rrjedhin natyrshëm, veçanërisht në aspektin mendor dhe emocional.
Sot mund të zgjidhni çështje në mendjen tuaj ose së bashku me dikë të veçantë, duke arritur rezultate të kënaqshme. Bashkëpunimi dhe koordinimi me të tjerët rrisin motivimin tuaj. Me hënën e re eklipsin e diellit nesër, priten ndryshime dhe riorganizim i prioriteteve. Prandaj, shijoni energjitë pozitive të sotme, por prisni për vendime të mëdha dhe reflektoni para se të veproni. Britsjapi, sot bisedat dhe humori rrjedhin lehtë, fal harmonisë së Merkurit me Jupiterin, duke sjellë një ndjesi lehtësie dhe optimizmi. Shpreja e ideve tuaja është më fluide se zakonisht dhe kjo mund të sjellë një ide të shkëlqyer ose një sukses intelektual. Të tjerët zakonisht ju trajtojnë mirë, ju japin përparësinë e dyshimit dhe vlerësojnë perspektivën dhe humorin tuaj. Ndjeni të mbështetur mendërisht dhe mund të merrni oferta interesante, lajme të mira ose vlerësime pozitive. Ju mund të ndjeni një rritje të kënaqësisë dhe besimit në një marrëdhënie, edhe pse kjo është një ditë krijuese, me hënën e re eklipsin e diellit nesër në shtëpinë tuaj të dytë. Së shpejti do të fokusoheni tek aktivitetet praktike dhe ato që lidhen me ndërtimin dhe mirëmbajtjen. Sot ka kuptim të pushoni, të reflektoni dhe të përgatiteni për ditët që vijnë. Ujori, sot informacioni i ri vjen natyrshëm dhe ndjenja e optimizmit tuaj të brendshëm ju mbush me energji pozitive. Aspekti i Merkurit me Jupiterin lehtëson humorin dhe ju nxit të mendoni në perspektiva më të gjera. Mund të lindë nevoja për të bërë plane financiare ose për të diskutuar strategji për arritjen e qëllimeve tuaja. Perspektiva juaj e gjerë ju ndihmon të vendosni gjërat në perspektivë dhe të vlerësoni rolin mbështetës që keni ndaj të tjerëve. Me më shumë besim në aftësitë dhe vlerën tuaj, mund të jetë një kohë e mirë për të tërhequr reagime pozitive dhe përfitime. Edhe pse disa probleme mund të zgjidhen vetë, sot nuk është dita për të nxituar vendime ose përfundime. Para eklipsit të diellit në shenjën tuaj nesër, përpiquni të largoni shpërqendrimet, të pushoni, të reflektoni dhe të relaksoheni, duke përgatitur terrenin për fillime të reja. Peshqit, sot idetë tuaja priten shumë mirë dhe njerëzit duket se dëshirojnë të jenë pranë jush. Kontaktet e reja mund të jenë të fryqme dhe t'ju zgjerojnë perspektivën mbi situata të ndryshme. Kreativiteti dhe intuita janë të fuqishme dhe projekti ose puna juaj mund të marrë vlerësime pozitive nga të tjerët. Megjithatë, në pjesën e dytë të ditës mund të ndjeni tension mendimor, pasi ndikimi i diellit dhe uranit krijon situata sfiduese. Është e rëndësishme të shmangni veprimet impulsive. Mund të kuptoni më qartë se disa mënyra të menduarit ose sjellje që keni mbajtur më parë nuk po funksionojnë më dhe duhet të ndryshojnë. Dëshira për të ndjekur rrugën tuaj, veçanërisht në projektet personale ose mendimet tuaja, mund të sjellë tension ose konflikt. Kujdes që të mos bëheni vetarmiku juaj duke folur ose vepruar pa menduar. Nëse ndjeni nevojën për të çliruar nga një situatë që ju ndjen të ngujuar, bëjeni këtë me kujdes dhe planifikim. Tani është momenti i një ndryshimi të brendshëm. Çlirohuni nga zakone, bindje apo qëndrime që nuk ju shërbejnë më. Ndiqni ndjenjat tuaja, por veproni vetëm pasi të keni reflektuar dhe analizuar situatën me qetësi.